Rreshjet e shiut i kanë lënë vendin të Borës në qarkun e Elbasanit, ndërsa temperaturat këtë të premte janë ulur ndjeshëm, akset nacionale janë të hapura pasi mësohet se është hedhur krip dhe shpunuar me mjetet borpastruese. Gjithsesi lëvizja në këto të fundit kryhet me vështirësi pasi ka prezencë akulli në rrugë. Aksi nacional Elbasan Librazh Qaftan është i kalueshëm me zinxhir. Në bashkinë e Elbasan akset që çojnë në Zavalin të njësisë administrative Gjiner, qaftë të njësisë administrative Labinot Mal, qarkullimi kryhet me zinxhir. Në bashkinë Gramsh qarkullimi në disa njësi Lenia Poroçane Kukur kryhet vetëm me zinxhir. Si pasojë e temperaturave të ulta dhe e prezencës së dëborës e cila në disa zona arrin në 30 cm, është pezulluar mësimi në Gjiner, Gracen, Labinot Mal, Zavalin dhe Funar. Prurjet e lumit Shkumbin janë më të vogla, por mbi mesataren e tij dhe nuk paraqet probleme. Po kështu edhe për Roj Zaranikës dhe i Paprit. Për sa i përket furnizimit me energji elektrike ka problematika në Fidrin Klos Mollas, bashkia Cerik, në njësinë administrative Polis bashkia Librazh, në disa zona malore të Gramshit, në Kukur dhe Cëruj. Gjithashtu si pasojë e defektit është pa energji edhe një lagje në qytetin e Elbasanit.